Ministria e Transformimit Digital njofton se dialogu strategjik mes Maqedonisë dhe Shteteve të Bashkuara në Washington ka përfunduar me rezultate konkrete në sigurinë kibernetike dhe infrastrukturën digjitale. Në kuadër të kësaj mbështetjeje do të kryhen vlerësime gjithëpërfshirëse të sigurisë kibernetike të infrastrukturës kritike dhe rrjeteve të tjera të rëndësishme, me qëllim identifikimin e dobësive, rekomandimin e masave specifike për eliminimin e tyre dhe mbështetjen e vendimarrjes për prokurimin e zgjedhjeve moderne dhe të besueshme të sigurisë kibernetike. Përveç kësaj, SBA do të ofrojë mbështetje teknike përmes programit Falcon, duke përfshirë vlerësime të sigurisë së rrjeteve kritike, identifikimin e dobësive dhe rekomandime për përmirësim, si dhe mbështetje prej $5 milion, njoftuan nga ministria. Në të njëjtën kohë, Shtetet e Bashkuara njoftuan mbështetje në shumë prej $5 milion përmes programit të ndihmës së huaj, të destinuar për zhvillimin e aftësive kibernetike dhe përmirësimin e mbrojtjes së infrastrukturës mbrojtëse, duke ofruar pajisje dhe trajnime. Ndryshe, vitin e kaluar, Maqedonia miratoi një ligj të ri për sigurinë e sistemeve të rrjetit dhe informacionit, plotësisht në përputhje me direktivën më të fundit evropiane NIS-2. Ligji prezanton detyrimet të rrepta për kompanitë dhe institucionet në 16 sektore kyçe, të cilat tani do të duhet të zbatojnë masa të detyrueshme sigurie dhe të raportojnë sulme serioze kibernetike brenda vetëm 3 orësh nga njoftimi për to, ose do të përballen me gjoba.